Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Më shumë se 84 pacientë të lënduar nga zjarri në një diskotekë të Koçanit në Republikën e Maqedonisë së Veriut vijojnë të jenë të shtruar në spitalin e Shkupit. Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari bëri një bilans të personave të lënduar. Ai ka bërë të ditur se 84 pacientë janë duke u trajtuar në klinikat në Shkup nga rasti tragjik që ndodhi të dielën në Koçan. Deri tash në klinikat e Shkupit ka 84 pacientë. Strategjinë e kishim pak e ndryshuar, të gjithë pacientët prej Koçanit dhe Shtipit i morëm këtu. Ndërsa edhe 51 të tjerë janë duke u trajtuar jashtë vendit. Të tjerët pritet të bashkangjiten gjatë ditës. Në Turqi janë 9 pacientë, në Bullgari 14, në Greqi 5, në Serbi 17, në Ungari 2 dhe në Romani 4. Sot shpresoj se shkon edhe një fluks i pacientëve, në Sloveni 4, në Kroaci 4, në Austri 6 dhe në Beograd edhe 12 pacientë. Gjithashtu ka disa raste të reja të cilët pacientë dje nuk janë paraqitur as pak te mjeku, po sot kanë paraqitur simptome të caktuara dhe janë paraqitur 2 pacientë në Shtip. Prokuroria Publike Themelore në Shkup kërkon paraburgim për 8 persona për tragjedi në Koçan ku humbën jetën 59 të rinj, ndërsa janë duke u verifikuar 11 persona. Prokuroria deri në këto momente ka kërkuar procedurë për verifikim të gjithsej 11 personave prej tyre. Është kërkuar paraburgim për 8 persona, ndërkaq 3 të tjerë janë në hospitalizim në gjendje të rëndë shëndetësore. Vijojnë hetimet e përgjegjësisë të sa më shumë njerëzve, njofton Prokuroria Publike në Shkup. Arbra Demi nga Bashkimi Demokratik për Integrim oi përgjegjësinë e ish-ministrit të Ekonomisë Kreshnik Bekteshi për tragjedinë në Koçan. Përfaqësuesi i opozitës shqiptare deklaroi se ish-ministri i Ekonomisë nga radhët e BDI-së është paraqitur vetë përpara organeve të hetimit dhe u morën pyetje për tragjedinë në Koçan. Përfaqësuesi i opozitës shqiptare deklaroi se ish-ministri i Ekonomisë është paraqitur vetë përpara organeve të hetimit dhe u morën pyetje për tragjedinë në Koçan. Dhe në vend se ministri i punëve të brendshme, i cili është ministër në 14 muajt e fundit, të merr përgjegjësinë sepse ka lejuar në 12 muajt e fundit, për më tepër se 12 muajt e fundit, të punoj diskoteka pa licencë, që çdo ditë të organizohen ahengje në kundërshtim me gjitha dispozitat ligjore e standardet. Ai paturpsisht po mundohet që gjithë debatin tash ndërroj në dimension etnik dhe politik. Përgjegjësia e plot morale, materiale dhe penale të kësaj tragjedie nuk duhet të kërkohet askund tjetër përpos se në vetë qeverinë, në vetë Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe në komunën e Koçanës. Ai shpreh ngushëllimet për familjet e viktimave dhe ka shprehur dëshirën që të lënduarit të shërohen sa më shpejt. Ai akuzoi pushtetin se po përpiqet të shmang tragjedinë duke akuzuar BDI-n për gjithçka të keqe që ka ndodhur në të kaluarën. Të gjitha ata të cilët kanë përgjegjësi lidhur me këtë institucion, ndërsa përgjegjësia është e vetë institucioneve lidhur me këtë rast tragjik, duhet të ndjejnë nevojën për të marrë përgjegjësi. Fillimisht paktën përgjegjësi morale. Tha Arbra Demi nga BDI. Ndaj akuzave të BDI-s për tragjedinë në Koçan reagoi dhe VMRO DPMNE. Lufta kundër krimit nuk ka ngjyrë race apo përkatësi, edhe pse fatkeqësisht për LSDM dhe BDI-n thon nga koalicioni i qeverisës. Ndryshe nga ata, kjo për ne dhe për të gjithë qytetarët është një luftë e popullit kundër të korruptuarve që kanë krijuar një përbindërsh të një sistemi që varet për shkak të korrupsionit. Nuk ka asnjë dënim dhe distancim nga partia që është kthyer në djepin e krimit, por kjo nuk do t'i shpëtojë ata nga përgjegjësia, thon nga VMRO DPMNE. Alianca për shqiptarët, pjesë e Frontit Evropian, kërkojnë dorëheqjen e ministrit të Brendshëm Panço Toshkovski, Ajtit e Ekonomisë dhe të Punës Besar Dyrmishi, kryetarit Komunës Koçanit Lupço Papazov dhe drejtorit të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim Xhevat Selami. Alianca për shqiptarët thonë se personat janë përgjegjësit e drejtë për drejtë për tragjedinë në Koçan, ku si pasojë e zjarrit në diskotekën Plus humbën jetën së paku 59 persona. Përgjegjësit e drejtë për drejtë përfshirë pronarët dhe falsifikatorët duhet të mbajnë përgjegjësi penale, por nuk mund të harrojmë as ata që heshtën dhe nuk vepruan në kohë, dhe ata janë fajtorë dhe nuk mund të shpëtojnë nga llogaridhënia. Ky është kulmi i dështimit, dorëheqje tani, thon nga Alianca për shqiptarët e drejtuar nga Ziadin Sela. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.